Të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndarë rrëfimin e radhës. Sot pranë jush dua të vi me një rrëfim tepër të ndjerë, me një histori që në fakt më ka emocionuar. Ditët e bukura në jetë janë ditët kur shënojnë një rrugtim të ri të jetës tonë. Një rrugtim të bukur, një rrugtim më ndryshe, një rrugtim pozitiv, një rrugtim me energji të mirë. Dhe pikërisht, rrëfimi që të na ndaj sot me ju, flet për këtë gjë. Këtë rrëfim me mua e ka ndarë një vajzë e cila sot është 32 vjeçe dhe merr një rrugë të re të jetës. Nesër në mëngjes, krushit do të shkojnë ta marrin. Është dita e saj e dasmës, dita e saj ku jeta e saj do të merr një kuptim tjetër. Por me shumë emocione, me shumë ndjesi, me shumë falënderime, ajo rrëfen historinë të jetës së saj. Nëna e cila e ka rritur, fatkeqësisht nuk është nëna e saj. Ajo ka lindur në një familje shqiptare, nga një nënë dhe një baba, të cilët kanë vendosur që ta lënë në jetimore. Deri në moshën 4 vjeç, vajza është rritur në jetimore. Është rritur nga edukatoret, por nuk mban mend ndonjë moment të vështirë të ketë përjetuar në këtë jetimore, se nuk e mban mend një moment të rënd në jetë. Dhe gjatë ditëve, kur vizitat ka qenë në jetimore, sepse fëmijët në jetimore ndonjëherë ka raste që prindërit edhe i vizitojnë, në jetimore ka ardhur kjo zonjë, e cila ka qenë drejtoresh në një institucion asaj kohe, dhe vajza në fjalë e vogël i është ngjitur për këmbë, është duke e lutur të lutem më merr mami në shtëpi. Ka menduar që është nëna e vet. Që asaj dite, gruas në fjalë, nuk i është hequr asnjëherë në mendje, nga mendja kjo vajzë. Kanë kaluar 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë dhe ditën e 5 ajo ka shkuar të takon vajzën sepse i ka dalur edhe në ëndër. Më thënë sikur vajza po e kërkon, sikur vajza dëshiron të di diçka nga dashuria dhe respekti i kësaj nëne. Dhe kjo vajzë mundohet masovikisht që të bëhet pjesë e kësaj familjes. Zonja i bën dokumentat gati dhe merr vajzën 4 vjeç e gjysmë. E rrit me të gjitha të mirat. Vajza shkon në shkollë, fillon shkollën nga një nën drejtoresh, nga një baba drejtor. Ka qenë një ndër vajzat më të mira, ndërsa çifti ka patur edhe një djalë tjetër që ka qenë 2 vite më i madh se vajza. Janë rritur si motër e vlla. Kanë dashur njëri tjetrin më shumë se gjithçka në këtë botë, do të thënë, kanë patur një marrëdhënie të jashtëzakonshme. Në ditët më të vështira vllai i ka qëndruar afër, në ditët më të rënda vllau i ka qëndruar afër. Dhe e ka bërë motrën e tij që të jetë e bekuar në jetë, të ndjehet e mrekulluar. Dhe kështu kanë vazhduar ditët, netët, një familje shumë e lumtur, deri në ditën ku vajza vendos që të lidhet. Nëna raportet i ka patur me vajzën për kafe, me vajzën në shëtitje, me vajzën në përdet, do me thënë vajza ka qenë kryefjala e familjes, i ka dhuruar shumë dashuri. Në moshën 18 vjeç, vajza e kupton që është fëmijë i birësuar. Do me thënë, e kupton të vërtetën e saj. Të gjithë kanë pritur që ajo të ngritet në këmbë dhe të kërkon familjen, por vajza thotë nuk e bëra atë gjë. Derisa thotë unë e kam nënën dhe babin gjallë, kur në jetë thotë, nuk ngritem për të kërkuar familjen time. Do të vazhdoj kështu si jam me familjen time sepse jam shumë e lumtur harmonikisht në familje dhe në këtë shtëpi. Dhe kështu ka bërë vajza në fjalë. I ka thënë të jemës që mos u streso.
Mua nuk më intereson se çfarë flasin dynjaja, mua më intereson lumturia familjare. Dhe prej asaj dite, prindërit disi janë lehtësuar, prindërit disi janë qetësuar dhe nuk kanë vazhduar më tej duke u marrë me këtë histori. Do me thënë, kjo histori ka filluar dikur dhe është mbyllur pikërisht me atë ditë, sepse vajza vetë nuk dëshiron që të takoj prindërit e saj. Ka mbaruar dhe studimet, është dashuruar me një djalë të jashtëzakonshëm dhe sot ajo e ka dasmën, do me thënë sonte është një natë para, ndërsa nesër e ka dasmën dhe pikërisht në këtë ditë të shenjtë, në këtë ditë të madhe, sepse dita e dasmës është ditë e shenjtë, sado që e lumtur që është vajza në fjalë që merr këtë rrugtimin e bukur, vajza në fjalë quhet Albulen, por ka dhe këtë dhimbjen disi në shpirt për mamin e saj. Ajo e falenderon mamin dhe babin për gjithë shka që ato bën për ta. I falenderon për kontributin, për dashurin, për respektin, për lumturin që ato i dhanë, për atë energjin e bukur shpirtrore që i dhanë kësaj vajze. I falenderon për të gjithat mirat në këtë botë dhe i uron çdo gjë në jetë. Ajo premton që nuk do t'i lërë të vetëm. Premton që do t'i viziton, premton që do t'jetë edhe vajzë, por edhe djalë për ta. Edhe pse djalin e kanë. Vllau t'i thot që falemderi që e deshi aq shumë dhe i dhuron kaq shumë dashuri. Ajo do të mbetet përsëri bija e asaj shtëpie. Do të mbetet përsëri vajza e asaj shtëpie. Por gjithsesi, ajo e ka një pikë në zemër që i dhëmb. Mendon që prindërit e saj i ka maltretuar gjatë rritjes sepse e kanë lazruar pak dhe çai ka dashur zemra, ajo ka kërkuar. Unë i uroj të gjithat mirat, të uroj zemër që t'jesh e lumtur. Unë e di që prindërit e tu janë krenar me ty dhe ti do t'ua bësh këtë video surprizë në dasëm. Shpresoj që të ndjenë të lumtur dhe unë me patjetër që të gjithë publiku tim do t'ja sjell reagimin e prindërve të tu në momentin kur ato do të dëgjojnë këtë rrëfim në dasmën tënde. Do me thënë është një letër e bukur, një histori e bukur që kjo vajzë u a dedikon prindërve të saj. U thot falemderit shumë që më rritët, që më deshtët dhe me patjetër edhe unë ju dua më së shumti në botë, jeni arsyeja për të cilën unë jetoj, jeni arma më e bukur në jetë. Në fakt kjo është mesazhi më i bukur që mund t'ja dedikosh një prindi, mund t'ja dedikosh babait, mund t'ja dedikosh njeriu tënd të zemrës.